Kur një president i Republikës së Kosovës përfundon mandatin në këtë pozitë, nuk mbetet pa disa beneficione të parafurta me ato që i gëzonte sa ishte në detyrë. Madje disa nga ato i ka të garantuara për aq kohë sa jeton e disa për një periudhë më të shkurtër. Por ato mund të mos i gëzoj fare nëse vetë presidenti ose presidentja vendos ti mos përfitojnë nga to. Por cilat janë beneficionet që i vlejnë dhe vazhdojnë atij ose asaj që ka qenë në këtë pozitë, të paktën në një mandat të rregullt? Le t'i numërojmë me radhë. Pas përfundimit të mandatit për të cilin është zgjedhur, thirrja president vazhdon të vlejë për presidentin e Republikës të cilit i ka përfunduar mandatin në mënyrë të rregullt. Presidenti i Republikës së Kosovës pas përfundimit të mandatit në mënyrë të rregullt ka të drejtë në pension, shuma e të cilit është 70% e pagës të cilën e merr presidenti i Republikës së Kosovës. Presidenti i Republikës së Kosovës dhe familja e tij ose asaj pas përfundimit të mandatit kanë të drejtë në sigurim të plotë shëndetësor dhe shërbime mjekësore në spitalet ushtarake dhe publike gjatë tërë jetës. Presidenti i Republikës së Kosovës pas përfundimit të mandatit ka të drejtë në kompensim monetar kalimtar për një periudhë 7 mujore të tranzicionit në jetën private. Fondet mund të përdoren për zyre, kompensim të stafit, shërbime të telekomunikacionit, shtypje dhe shërbime postare të ndërlidhura me periudhën tranzitore. Presidenti i Republikës së Kosovës, të cilit i ka përfunduar mandati, ka të drejtë për periudhën 5 vjeçare pas përfundimit të mandatit të tij ose të saj në hapësirë zyreje, në pajisje për zyre dhe në personel profesional të zyrës, që nuk mund të jenë më shumë se 3 persona. Presidenti angazhohet nga qeveria e Kosovës në aktivitete shtetërore, atëherë periudha 5 vjeçare fillon nga përfundimi i angazhimit të presidentit. Presidenti i Republikës së Kosovës, të cilit i ka përfunduar mandati, ka të drejtë në përcjellje zyrtare për 3 vjet pas përfundimit të mandatit të tij ose të saj, në pajtim me aktet e veçanta që i sjell ministri i punëve të brendshme në bashkëpunim me zyrën e presidentit të Republikës së Kosovës. Presidenti i Republikës së Kosovës, të cilit i përfundon mandati, merr pjesë në solemnitetet dhe manifestimet shtetërore sipas radhës protokollare që bëhet në pajtim me rregullat mbi shërbimin e shërbimit të protokollit shtetëror të Kosovës. Presidenti i Republikës së Kosovës, të cilit i përfundon mandati dhe bashkëshorti i tij ose asaj vazhdojnë ta përdorin pasaportën diplomatike të Republikës së Kosovës gjatë tërë jetës. Fëmijët e tij e kanë këtë të drejtë deri në moshën 18 vjeçare. Presidentit të Republikës së Kosovës, të cilit i përfundon mandati, mund t'i pushojnë me kërkesën e tij ose të saj të drejtat caktuara me këtë ligj. Me rastin e vdekjes, presidenti i Republikës së Kosovës, të cilit i ka përfunduar mandati, varoset me shpenzimet shtetërore dhe me nderime shtetërore përderisa nuk ka shprehur dëshirë tjetër. Presidenti i Republikës së Kosovës, të cilit i ka përfunduar mandati, merr pjesë në solemnitetet dhe manifestimet shtetërore sipas radhës protokollare që bëhet në pajtim me rregullat mbi shërbimin e shërbimit të protokollit shtetëror të Kosovës.